Që unë marrë shkas nga diskutimi i fundit që kishte tek Keri, edhe ekspertët që ishin aty, disa madje bën një lloj paralelizmi dhe pesimist në sensin me protestën e teatrit pas përfundimit që ishte se si shkoi pra ajo protestë. Ë Aspekti pesimist ishte që nuk ka më asgjë që mund të bëhet këtu, edhe qytetarët po të reagojnë prapë, nuk do ketë asgjë përfundim. Dhe unë mendoj që pikërisht neve duke punuar me këto lloj dinamikash dhe me këto lloj formatesh, mund të ndërgjegjësojmë akoma më mirë edhe mund t'i zgjojmë qytetarët që në mos të bëjnë protesta, të paktën ta kuptojnë më mirë realitetin dhe ta vënë në mëtyshje sidomos propagandën rreth këtij modeli zhvillimi, sepse siç e përfundojmë në dokumentarin, aktualisht do përfundoj ky plan zhvillimi i Tiranës, pra Tirana 2030 do përfundoj, por do përfundoj pa një lloj analize, pa një lloj plani paralel se kush mund të jetë shpëtimi pra për realitetin që jemi aktualisht. Dhe mendoj që neve do vazhdojmë të kemi të njëjtën lloj qasje për ta bërë këtë gjë, pra për ta bërë qytetarin që ta kërkojë këtë shpëtim.